Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam shumë e nderuar me ardhjen pranë mikrofonit të Mirëmëngjes Shkodër të një prej instrumentistëve, do të them ikon e stradës e orkestrës së teatrit Migjeni. Instrumentistin Namik Jahja. Namik, mirë se keni ardhur. Mirë dhe faleminderit shumë. Është falenderit nga ana ime, do të them, sepse të komunikosh me një prej artistëve të teatrit Migjeni që ka një karrierë të gjatë në skenën e tij, vërtet është nder për punën, për përkushtimin, për cilësinë që ju transmetoni tek interpretimet tuaja. Dhe vërtet kur sheh në skenë në interpretimin e artistëve të tillë siç është Namik Jahja, por edhe të kolegëve, ndjen respekt për çfarëdo që unë të falenderoj sinqerisht që ju bjen mend për këtë shtresë të muzikës për instrumentistat. Nduket se janë gjithmonë në hije dhe pak të harrum. Gjithmonë suksesin sikur e marrin këngëtar, dirigjenti. Në fakt, ata që i materializojnë çdo material muzikor janë instrumentistët, dhe ne shpesh tallemi me një që i quajmë mund qartë. Është e vërtetë. Kështu që nga kjo pikpamje unë të falenderoj. Ndërkohë që përveç kësaj, ju jeni pjesë e një historie që teatri Migjeni e shkruan pas 70 vjet në atë skenë, duke qenë pothuajse gjysma e këtyre viteve në këtë skenë, mbi 30 vite. Natyrisht ju jo vetëm ruani kujtime, por keni intensitetin e një pune të përditshme, mjaft aktive, do thosha, që firmos gjithmonë në atë sukses të teatrit Migjeni. Një rrugë që lidhet me ngjarje, me histori, do thosha, me njerëz, me koncerte, me turne, kudo që thuhet teatri Migjeni. Fillimit e mia në teatrin Migjeni i përkasin viteve 75, kur unë isha maturant. Isha maturant dhe mban një ftesë për të marrë pjesë në një premierë që edhe sot e kujtoj titullin, Hallët e Hallkave. Edhe e pranova me kënaqësi, kujtoj domethënë atë kënaqësi që njeva unë dhe prindë e mi, atë kënaqësi që morën prindë e mi, duke më pa mund në skenën e teatrit Migjeni, duke lujt me artist nga më të njohënit e qytetit që ishin në atë kohë. Pra ishte një satisfakcion i madh dhe një nxitje e madhe qoftë për mua si muzikant i ri që isha, por edhe një satisfakcion i madh për prind, sepse ta shikosh një fëmijë 17 vjeç aty duke lujt në skenë me Markaftallin, me Rokjako, Kal Radoja, Keldema, Cesk Marshi, Angelin Gjoni, instrumentista që kanë lanë shenjë dhe gjurmë në sektorin e muzikës të teatrit Migjeni. Respekt ishte një pakufishëm për këto njerëz. Një kënaqësi e jashtëzakonshme dhe një satisfaksion i madh. Morra pjesë në këtë premierë. Unë sanana kam një studimet e larta, mas disa vjeç. Dhe me marimin e studimit në vitin 86, unë emërohem pikërisht në institucionin e ëndrave të mia. Pikërisht aty ku kisha fillu maturant. Në fakt, për hir të vërtetës, kur erdha në fillim, kur vjen nga shkolla e lartë, ku ki je përballë me muzikën klasike, me gjana serioze, dhe për më tepër unë isha emnu në ansamblin e shtetit në atë kohë, kisha dokumentat e gjitha aty, edhe për arsye biografie që ishin në atë kohë, e kështu unë nuk ndajta në ansamblin e shtetit, u ktheva
në Shkodër, edhe kur vjen nga një mentalitet i tillë për muzikën, pra më shumë i dhanën mas muzikës klasike, muzikën serioze, kështu vjen nga një jetë edhe koncertore, unë kisha bërë koncerte në Akademinë e Arteve. Edhe më dukte kjo puna këtu në teatr një diçka poshtë, shumë poshtë nivelit tem sona. Po, për momentin, ashtu si të vjen. Me ta nga llojkun e studentit që vjen aty. Po, që i mbështetur tek ajo cilësi që keni patur. Kur fillova punë këto, dhe pash artist të mëdhenj si Tano Banushi, Ziliha Miloti, Paulin Preka, nga teatri ishte regjizori i madh Serafin Fanko, aktor si Bepshi Roka, Eleskadria, Tinka Kurti, Merbala, etj. Artistë që punonin me parametra krejtësisht profesional. Dhe aty fillova me kuptu që nga dalti student ule kryt dhe mëso nga profesionalizmi i tyre. Dhe pak nga pak u mësova dhe ka kënë një kënaqësi e jashtëzakonshme. Edhe sot e kësaj dite unë këtë punë që i baj e du me gjithë shpirt dhe mundohem me dhanë maksimumin. Në fillimit e mia kam gjetë muzikant mrekullueshëm si dirigenti Luan Barova, një instrumentist i përkryer, një fizionomist i shkëlqyeshëm dhe një trombonist i shkëlqyeshëm. Sepse Luani kishte marrë për trombon në shkollën e lartë. Kam gjetë instrumentist si Cesk Marash, i violinist. Angelin Gjioni, violinist. Mimlisa Lobegu, instrumentist. Roland Guli, Cesk Qefa, basisti. Ylli Drishti, kitarristi. Fatmir Mesi, baterist. Ishte një formacion që me të vërtet lunte me shumë profesionalizëm dhe nga dita në ditë ky formacion jo vetëm që i rujti ato vlera që trashëgonte nga Markaftalli i madh e ma vonë, por i çoi ato përpara. Ma vonë erdhi dirigenti Ilir Zoga, i cili po me ato parametra vazhdon edhe sot të kësaj dite punën, dhe them drejtën Iliri ka meritat mëdha, qoftë në të lutunin live, pra i najti besnik interpretimit live, dhe për sa i përket repertorit. Them drejtën, domethënë repertori i sektorit të muzikës në teatrin Migjeni nuk ra kur peng i atij repertorit të nënt, ose nuk e bani pisë repertorin kur. Është vërtet. Rujti repertorin me vlera tradicionale, me vlera profesionale, pa hi në të llomin që fatkeqësisht e gjen në treg, në media, pse jo, edhe me shumë keqardhë të them, edhe në gëzimet tona familjare. Nga ky pikpamje unë them se ka qenë për mu vërtet një rrugë e gjatë në formacionin e teatrit Migjeni, por një rrugë që më ka dhuru shumë kënaqësi. Siç e thatë edhe ju, unë shpesh kam luajt edhe si solist. Si solist, Namik Jahja, me klarinet, pjesë klasike. Kam luajt edhe pjesë, nuk i kam ndaj besnik vetëm repertorit të teatrit Migjeni, ashtu kam bërë edhe jetën time, po thona, jetën time të veçantë artistike. Kam bërë shumë recitale, ku kam luajt një pjesë të madhe të repertorit të madh në ritëm të klarinetës. Koncerte, sonata, etj. Se s'po hime. Jo, është interesante. Kam edhe shumë incizime që i kam realizu me mjeshtrin e madh Shpëtim Saraçi. Dhe të gjitha të transmetuara në emisione
Serioz. Mjaft serioz dhe të rëndësishme të radio televizionit shqiptar, i cili ishte i vetëm në ata kohë që operonte në treg. Kur bisedojmë bashkë në mik, kam ndjesin, besoj se shpreh edhe mendimin e dëgjuesve, që një instrumentist me një përvojë dhe një nivel të tillë nuk është thjesht një instrumentist, është edhe një mentor i orkestrës, një bashkëpunëtor shumë i afërt me kolegët, me drejtuesin e orkestrës, me këngëtarët. Pra, nuk është se roli një instrumentisti shifet vetëm duke interpretuar notat e partit dhe mbaron. Unë, siç po bisedoj me ju, e ndjej këtë që ju keni një përgjegjësi, një ndjesi, jo vetëm personale, por edhe në shfaqjen e gjithë grupit tuaj. Sigurisht kur let në orkestër, thatë mirë, nuk mjafton vetëm të lushat partiturën edhe bile si orkestra të funksionoj mirë, duhet të ketë edhe një funksionim të mirë të marrëdhënieve të mbrëmshme mes instrumentistëve edhe mes dirigentit. Për fat mirë, ne kemi pas gjithmonë marrëdhënie të shkëlqyeshme dhe i kemi. Qoftë me shok, me orkestrantët, qoftë me dirigentët. Unë s'maj mend që në një dirigent na ketë ban dirigentin. Ose të ketë përdor metoda autoritare. Unë jam dirigenti edhe ashtu. Përkundër se ka një bashkëpunim i shkëlqyer dhe gjithë shpeshherë edhe konsultoheshin me ne për repertorin, për këngëtarët, për kështu që nga kjo pikpamje ka kanë një marrëdhënie perfekte. Me gjithë, qoftë me Mark Kaftalën, një emën, një violinist i lindur, një talent natural. Po kështu me Luanin, një talent natural i lindur, çfarë të them. Një fizionomist. Cilat ishin karakteristikë? Qoftë me Nazmi Lishin. Nazmi Lishin, po ka qenë edhe kolegë në radio, e përmendi me shumë respekt. Të gjithë ikën. Një zotni vërtet, një muzikant i jashtëzakonshëm, me vlera të jashtëzakonshme. Gjithë to kanë edhe orkestrues mjaft mirë. Nuk është e lehtë të orkestrash. Orkestracioni është krijimtari e mirëfillt. Dhe këto kanë pas dhunti të mrekullueshme në pjesën e orkestrimit. Kam përshtypjen se ata punonin vazhdimisht 24 orë në ditë. Për çfarë arsye? Sepse duke qenë në radio, shpeshherë ata vinin këtu, kontaktonin, gjenin repertor, e përshtatnin, diskutonin. Ishte një proces i brendshëm, por edhe i shfaqur pastaj me kolegët, besoj nuk e kam gabim. Sigurisht, punonin shumë. Punonin shumë dhe nuk është si sot që domethënë i shkruajnë partiturat me kompjuter. Sigurisht nga mendja atyre, krijimtaria mbetet e tyre, por në atë kohë i shkruanin gjitha partet me dorë. Dhe nuk ka pak, përveç partit kryesor, partit orkestral, shkruanin edhe partet e çdo instrumenti, vetë me dorë. Një punë që të hanë kohë shumë, shto këtu edhe provat, shto këtu edhe koncertet, kështu që ata ishin gjithmonë të angazhuar 100% domosdoshmë. Të kalojmë tek Namiku që frymon në skenë me shumë sukses, që duart trokitet bashkë me orkestrantët e tjerë, por shpeshherë edhe si solist. Është një punë e bukur dhe e vështirë, natyrisht, Namik. Sigurisht, instrumenti është një punë goxha e vështirë. Ai i nxjet çfarë thamë, ka përdor një shprehje Duke Ellington, duket, një pianist nga themelues e jazzit, i ngjan atij idealit me cilin s'do doja kurrë që të dilte vajza jeme. Thot për instrumenti. Po. Pra gjithmonë ka të beftën e vet, befasinë e vet. Është vështirë shumë që ti bish dhec. Si më hanë, si flasë kur je soliste, kur në orkestër, edhe në orkestër përgjithësi e madhe. Se je solist, shpeshherë si pas partit.
Por kur je vetëm ashtu, është vështirë. Prandaj duhet, domethënë, që të napesh një mesatare të lartë, domethënë, se të marrësh një notë mirë, duhet të jesh i sigurt që domethënë 150% që të dalësh 100%. Ose ti jesh 120% që të dalësh 100%, 90%, 100% është vështirë. Pra, është kërkesa juaj. Pakten mos të bish në është parametri që ju keni vendosur dhe kërkesa. Në fakt, këtë dashuri të madhe që është klarineta, por unë do thosha më pas që nuk jeni vetëm i klarinetës, por edhe i veglave të tjera, instrumenteve të tjera. Janë dy vegla të përafërta, saksafoni që unë i bie aty në estradë, edhe klarineta. Pavarësisht se nga pamja ato nuk ngjajnë ashtu, por në ndërtimin në regjistrat e tyre, në pozicionet e durve kështu, janë pothuajse e njëjta gjë, janë edhe të dyja vegla me bokinë dhe me kallam. Si thonë, pra nuk ndryshon pothuajse. Në impostim. Shumë pak gjë. Kështu që një klarinetist e ka shumë thjesht të kaloj edhe në saksofon. Sigurisht ai që ka e fije për edhe dëshirë për të kalu pak edhe nga muzika lehtë, të cilën unë e kam shumë për zemër. Namik, me këtë dashuri të madhe, je takuar shumë herët, i vogël, klarinetën? Unë e kam fillu klarinetën i nxitur nga vllai im. Vllai im frekuentonte në atë kohë shtëpinë e Pionerit. Edhe më regjistroi edhe mu, edhe fillova unë me të madhen Zydi Barbullushi Fizharmonik. Në Fizharmonik në fillim? Po. Edhe fillova unë aty, më hinin qef, thënë drejtën e mora me shumë gëzim, me optimizmin e një fëmijë, edhe më dukte sikur qa po bëjë, gjatë kësaj kohë aty te shtëpia e Pionerit erdhi një kërkesë nga shkolla muzikës për disa fëmijë të zgjedhën që kishin fillu me talenti i tyre, kishin prirje për instrumenta të drunjta. Edhe në atë kohë Toni Ndaia, një emën i jashtëzakonshëm, një burr i paharro. Sa emra të ndritur. Me kontributet jashtëzakonshme, zotin Toni. Kalan në Shkodër, kujtime dhe... Ai ja përmendi këtë fakt vllai tim, që ishte më i madh, vllai lundte në violin. Edhe më kujtohet, vllai erdhi në shtëpi, diskutoi me prind këtë punë, ata çojmë në amikun për një instrument të drunjë, ashtu, edhe u bate fjalë flautë, oboe, klarinet. Unë zgjodha klarinetën. E zgjodha vetë, pa ditur ndonjë gjë, po thjesht të duket bukur. Na morën, bam një konkurs të vogël. Kujtoj gjën kapitani na morën në piano me na pa për veshën, ata testet e zakonshme. Fillova instrumente për klarinet me profesor Mohamed Grimci. Mësuesi jem i parë, një burr i jashtëzakonshëm që unë se kam harruar zë të harroj kur. Një njeri i mrekullueshëm, një fat i madh me punu me njerëz të tillë, dhe fatkeqësisht sot sikur i ka ra pluhni disa emnave që por janë njerëz me kontribute të aditshme, janë njerëz me kontribute të mëdha. Nëse sot ne kemi një shkollë muzikët ku dalin 10 klarinetist, flautist, instrumentist ndryshëm, oboist etj, i kemi në saj të tyne, se ato ishin parë që i vënë themelët kësaj shkolle. Ato kanë qenë mësuesit e mësuesve të sotëm, edhe e kam patur edhe vetë mësues Muhamedin na bante solfesh, edhe më kujtohen metodat e tij duke ndar masat me shenja të veçanta në mënyrë që kuadratura e ritmit të mos ndryshonte. Kanë patur metodika, nuk e di sa zbatohen sot, por shumë të veçanta që të kanë ngulur mësimin në mendje. Sigurisht, ashtu është.
Ky ka qenë pak a shumë fillimi jem. Masana, ma vonë, profesor Muhameti doli në pension, erdhi një emën tjetër, Matish Trashani, një emën tjetër i madh, i cili ishte nga të vetmit pedagog të klarinet si për mendimin tim bani klas, jo vetëm në Shkodër, por në marrë Shqipërinë. Domethënë i vetmi që bani klas ishte Matish Trashani. E përshëndesim në Francë, atje në Francë, në Paris ku jeton. Në mikë vërtet duke ndjekur këtë rrugtim me këto emra, që asnjëherë s'duhet të bi pluhuri i mirënjohjes, paçka se institucionet gjithmonë duhet të bëjmë më shumë gjithmonë me foto, me evente të ndryshme ku të përmenden, por unë shoh që ecuria juaj ka patur gjithmonë rritje, edhe në shkollën e lartë. Pasi marrova këtu maturën, ku vlerësova me notën maksimale, kam shku në konkurs, dhe kujtoj si sot në vitin 80, jo, në vitin 76. Masi bana një vit stash në Puk, në Qunë. Si ndikoja Mas disa peripecive. Nesë, shkova në konkurs, dhe atë vit, ma i men, konkuronim rrëth 45 vetë për klarinet nga gjithë Shqipënia. Një numër i madh. Shumë i madh. Kam fitu vetëm unë. Dhe për ironi të fatit, mu nuk më lanë me shumë shumë. Një goje qelbër, në atë kohë, folish për problemet e mia biografike, kështu, dhe unë nuk shkova atë. Ky ka qenë, domethënë, goditja më e madhe që kam mësu në jetë. Jo vetëm unë, por edhe prind, sidomos prind. Dhe pastaj kam shku ushtar, vujtje pa fund psikologjike. Megjithatë klarinetin e kishe me vete? Sigurisht. Dhe marrova ushtrin, fillova punë këtu, mos në Shkodër punëtor, në artistike, në kombinat drunit, deri që një ditë një zemër bardhë, disa zemër bardhë, sepse nuk ishte gjithçka zi këtu të ndërtën, edhe ka pas njerëz shumë të mirë, edhe në atë kohë u base bep që unë të realizoj anë rëntimit. Shkoja edhe një herë në konkurs, edhe mas 7 vjeç që kisha marru maturën, unë fillova shkollën e lartë, të cilën e kam marru në vitin 86. Dhe me rezultate shumë të mira. Me rezultatin maksimale. Sa ata kanë menduar që t'ju ndalin në ansambl të shtetit? Në ansamblin e shtetit kam kujtime të jashtëzakonshme. Dhe nuk ka qenë fare lehtë për mu për të nda nga ajo shoqëni, miqësi atje, nga i profesionalizëm, ishte një trup ma mirë që ishte nere i madh punojshë në atë trup, domethënë. Natyrisht. Unë kam punu se në atë kohë unë nda ansamblin në 2 pjesë, edhe unë punojsha me njënin pjesë, të cilin e drejtonte Besim Zek dhe një emën jashtëzakonshëm. Duke qenë student, jeni aktivizuar atje? Rrëth për gati 2 vjet. E drejtonte orkestrën Federik Banda, një violinist. Një violinist, alla i Shkodran me origjinë, ka qenë një periudhë shumë e bukur, shumë. Kujtoj ata kantarët mrekullueshëm, Merita Halili, Shkodrani ajon Valdet Hoxha, e cila shpesh konsultohej edhe me mua për repertorin e kështu. Ajo çfarë po më bën përshtypje është se talenti juaj ka shpërthyer. Pavarësisht pengesave, 7 vjet nuk janë pak, por ai talent që ju keni patur i padiskutueshëm duke fituar i pari ndër 45 pjesëmarrës, mund të ishte thyer, mund të ishte tjetërsuar, por ju e keni vazhduar dashurinë tënde instrumentin e klarinetës, dhe kjo ka bërë që përsëri të fitoni, nuk ka qenë as pak e lehtë të fitoje në institutin e lartë, sidomos në ato kohë. Në ato kohë ka qenë shumë e vështirë. Sot është tjetër gjë, sot
pothuajse hinë gjithë ata që shkojnë, kurse në atë kohë ishte një diçka vështirë. Por nuk mund rri pa përmend trena që u ban nxitje për mua që unë të mos e lëshoj instrumentin, sepse mund kishte momente edhe që ishte një thyrje psikologjike fare nga instrumente dhe të merresha me një rrugë tjetër ashtu. Por kanë qenë 3 pedagog të Institutit të Arteve, pedagogu i klarinec Kiço Tako, oboisti i radios Shkodani Viktor Shiroka, vllai i Bep Shirok, dhe flautisti po Shkodran Gjevalin Shestan. Këto 3 instrumentistë dhe pedagog të Institutit të Arteve vazhdimisht gjatë 7 viteve që unë nuk isha në shkollë, me çonin mesazhe me studentë që ishin në shkollë që mos e lësho instrumentin. Ti vazhdo instrumentin dhe kur do që të vish në konkurs ti e ke të fiton konkurs. Të kanë qenë një nxitje e madhe. Më bën të them që arti dhe shpirti i artistit vazhdimisht ecin paralel. Sigurisht. Megjithëse arti është i vështirë, duke qenë aktiv çdo ditë në skenë, nuk mund mos mohojmë një fakt të tillë apo jo? Është i vështirë dhe për sa kohë ti i del për zot instrumenti dhe thu që unë i bi klarinet, violin, kitarë, fizharmonikë, ti duhet punosh për ditë. Nuk është gjë që bëhet me llafe, as në kafe, është punë. Është mund. Nuk është gjë që bëhet edhe me talent, vetëm me talent, absolutisht. Talenti vlen për fillimin, që atë të hinsh në këtë rrugë, atë mos hinsh. Pastaj gjithçka është punë dhe vetëm punë. Nuk respekt për punën tuaj. Deri tash nuk ka gjetur kush në metodë tjetër. Por duke qenë në skenën e teatrit Migjeni, jo vetëm që keni staturën tuaj, autoritetin tuaj, interpretimin tuaj, por jeni pjesë një ansambli që lidheni ashtu siç ju thatë më parë me këngëtarët, me orkestrantët. Më ka bërë përshtypje se në aktivitetet e fundit, përmend për shembull Pranver me këngë. Këngëtarët e rinj në Shkodër janë pothuajse të shumt. Si vlerësoni ju këtë fakt? Për mendimin tim është rast unikal. Në Shqipëni, që një qytet, e kam thënë edhe në një intervistë tjetër, me 120.000 banor, nxjerr 20 këngëtarë në skenë. Dhe për hir të vërtetë, pothuajse gjithë kënojnë. Dhe kënojnë goxha mia dhe kënojnë live. Në këtë pikpamje teatri ashtu është rru në një promovues të jashtëzakonshëm të këtyre zanave të ri. Dhe përveç se kënojnë live, jeni shprehur madje shumë kategorik në këtë kërkesë të kënduarin live. Sigurisht, po të mos kënosh live, aja është vjedhje, më sa. I thu tjetër të e në koncert, dhe fut një disk aty, dhe qarë kuptimit ka, kja është si mi fut dorë në gjep dikuj. Ashtë e pa tolerushme. Dhe në këtë aspekt teatri ka shumë merit. Asë njëherë në këra pere e diskot, e mashtrimit, por gjithmonë lujti live. Dhe e kënuara live i nimon jashtëzakonisht që këto nesër të bëhen dikush. Unë kam besin plot, dhe sektori jonë e bën këtë punë me shumë kënaqësi. Mos harrojmë nga ky sektor kanë dalë këngëtar që jo vetëm janë njohur në Shkodër, por në Markomin. Në Markomin ku ka shqiptar, duke fillu me Biknoje, në Shoqëria Lushi, Florinda Gjergji, Fatmira Puka, që po i marrë qysh me ko, Bashkim Halik Bali, Buja Qamili, Eduard Jobani, me Faret Laze, Violeta Zefi, Mugades Çanga, Adnan Balla, mos i përmend janë. Mos harrojmë ndonjë se duket sikur. Po. Edhe janë të shumt, duke ardhur te këta moti që emnas që sot bën jetë artistike dhe jashtë kufive, siç është për shembull Dorina Garuci,
e cila është jeton dhe punën në Vjenë, dhe është pjesëtare e një trupe ku luhet music hall, quhen janë spektakle baletit dhe muzikët mjaft moderne. Dhe Dorina është mjaft e suksesshme, po kështu El Haida Dani vazhdon karrierën e saj jashtë shtetit. Pra janë emra që gjithë janë promovu nga teatri Migjen. Po si e spjegoni vërtet, po të shohim jo vetëm në muzikën e lehtë, por edhe në muzikën popullore në ditët e trashëgimnisë dalin përsëri këngëtarë që e këndojnë. Një qytet, siç e thatë ju, unë besoj se janë institucionet ata që i kultivojnë, i marrin, por qëndron në thelb një lloj gjeneze të këtyre. Po, diskutim. Ky qytet vazhdimisht historikisht ka nxjerr dhe do të nxjerrën gjithmonë talente. As nuk vehet ndyshim këtë. Në mikë, por jo rastisht duhet të kthehem tek familja juaj. Vllai që ishte instrumentist e vazhdon? Nuk e vazhdon. Po ju bë nxitës për ju. Ai u bë inxhinier mekanik. Ndërsa motra juaj Mira është admiruese e artit tuaj. Po. Por ju keni bashkëshorten që është artiste jo në muzikë, por piktore, Ermira Jahja. Si bashkjeton arti mes dy artistëve të sferave të ndryshme, por që bashkohen tek dy bashkëshortë artistë? Sigurisht që duke qenë bashkëshortë, ata kritikët e parë, se më thonë, të asaj çfarë bëjmë ne, e jemi unë dhe ajo. Për shembull, kur Mira përfundon një punë, një pikturë, dhe gjithmonë i pari që pyet jam unë. Po. Sigurisht unë jap ato vlerësimet e mia. Shpesh ndoshta nuk qëndrojnë fare, por sigurisht ajo man se më thanë e fut në xhep atë vërejtjen teme dhe e mendon a ka drejt, a s'ka drejt. Pastaj e vlerëson vetë. Si më deri këtu është ndërhyrja jam. Mira ka hapur shumë ekspozita. Po. Madje ekspozita që kanë të bëjnë, natyrisht duke qenë aktive edhe si pedagoge në universitetin. Sidomos ekspozita a fundit ku kishte lidhje domethënë tema e ekspozitës ishte pikërisht kënga shkodrane. Po. Çdo këngë me punime. Me punime, sigurisht para në ilustrim të thjesht, por çdo këngë ose një strofe, një këngë që asaj i ka bërë përshtypje, ajo e ka shënuar në pikturë. Më ka bërë shumë përshtypje psikologjia shkodrane në zbërthimin e këtyre këngëve, vargjeve, por dhe punimeve, sepse nuk ka se si të ndahen një jetë shpirtërore dhe artistike e derdhur në vargje dhe në punë, në punën artistike. Por dy djemt tuaj çuditërisht nuk u morën me art. Ata patën në sferën e mjekësisë. Nuk deshtën. Njëri është farmacist, kurse tjetër vazhdon studimet në Shtetet e Bashkuara. I përshëndesim. I paqi me mbarësi, sepse fëmijët janë gjëja më ëmbël e shpirtit, natyrisht. Sigurisht. Besoj se i frekuentoni fushat e secilit e njëri tjetrit, domethënë me interesimin. Patjetër, po. Edhe fëmijët, pavarësisht arrin po kështu pak lak, por e shoh që ndjekin me shumë vëmendje dhe kënaqësi veprimtarinë tonë artistike, asa bëjmë ne. Po ju keni një veprimtari shumë aktive. Madje unë, ashtu siç ju thatë, të kesh një instrument në dorë, do të thotë që atë me të kesh marrëdhënie të përditshme. Përditshme, sigurisht. Unë e kam këtë marrëdhënie. Dhe unë kur më ik në një ditë, thënë drejtën që s'kam pas mundësi të bëj atë studimin tim prej një ore, të paktën prej një ore. Thënë drejtën nuk shkoj i qetë në shtëpi, një që diçka kam lanë mangut. Dhe
Ju na dhat një mesazh. Është një gjë, një lidhje e pasgjithshme. Kur të kap kjo. Ju na dhat një mesazh shumë të bukur që përveç pasionit, puna, këmbgulja janë garantimi i një suksesi. Përmendet në mik shumë emra në rrugtimin tuaj, por që bëhen pjesë e historisë të teatrit Migjeni, 70 vjeçare të tij. Natyrisht na ngjallin shumë respekt, por kujtime. Për vlerën e tyre, për cilësinë, për çdo gjë që ata kanë transmetuar në skenë. Sot si mendoni, si shkon teatri Migjeni? Është një pyetje më e dhënë. Sot shoh që ka një tendencë, domethënë, një tendencë për të mbështet vetëm dramën. Trupën e dramës. Dhe më duket nuk është vetëm Shkodër, e shoh edhe në televizion e përgjithshme, tonë në çupta. A thu se ky popull vdes për drama. Unë kam një përshtypje krejt tjetër. Një mendim krejt tjetër për këtë, për këtë lloj orientimi që janë duke i dhënë teatrit. Sot vetë teatri që gjini komunikimi artistik me spektatorin është vjetëru, mendimi jem personal. Edhe sikur i ka kalu koha dhe nuk ka shumë praktik dhe shumë atraktiv për spektatorin. Ky është mendimi jem. Fakti që numri i spektatorëve në drama është shumë i vogël. Edhe ky problem nuk është vetëm në Shqipëri, Prandaj e ngrej kështu si problem. Sot ndoshta është një krizë, mund të themi. Ndoshta teatri, sepse gjanat nuk janë pa vdekshme, nuk zgjat tan jetën. Përveç asaj, është drama, është vepra letrare që duhet të jetë shumë atraktive për spektatorin. Fatkeqësisht nga një herë vihen në skenë edhe vepra që i përfundojnë sirtareve dhe nuk i shef ma se shohin dritën edhe të mendosh ato vepra të mrekullueshme të Fadil Krajës. Megjithatë, e thash edhe një herë, teatrin nuk mund t'i pështoj kësaj tendence të vjetërimit. Sot ka forma komunikimi me spektatorin shumë më atraktive, shumë më siç janë varietete. Sot njerëzit dojnë të qeshin 3-4 herë, të njëjnë 5 këngë bukura dhe të ikin në shtëpi. Ka që kanë tjerat i marrin nëpërmjet televizionit që është bërë i plot fuqishëm, nëpërmjet rrjeteve sociale e tjera. Ka mënyra nga më të ndryshme. Unë e them edhe me një lloj keqardhje, dikush edhe mund të ma keq kuptoj, të ma kundërshtoj, pse jo, po nëse unë kam kjo është ajo ndjesia. Megjithatë, teatri punon, numri i shfaqjeve nuk është i vogël, por gjithçka mos në fundit varet edhe nga investimet që bën bashkia, sepse pa investime ne nuk jemi në gjendje të bëjmë se për shembull ne gjithmonë jemi detyruar të marrim edhe aktor nga jashtë, edhe instrumentista nga jashtë, edhe këngëtar që vinë nga jashtë, të gjithë duhet të paguhen. Në fakt unë e shoh këtë diskutim tuaj edhe si ndjesi me shumë përgjegjësi që ju keni si artist instrumentist të skenës, të këngës, të pjesëve muzikore që janë gjini shumë popullore dhe shumë të dashura. Sigurisht. Humori, për shembull, tani na para pak diç bëmë një përvjetor për daljen në pension të aktorit Besnik Qinari. Personalisht unë po tisha si kam po tisha në një pozicion tjetër, për shembull kryetari i bashkisë, e ka në dorë që unë këto emra nuk duhet i kisha zgjerrë në pension asnjëherë. Për shembull si Zylyha Miloti, Zevdeta, Besnik Qinari, që doli tash. Drania ka dalë në pension. Aty ka vetëm Anton Krosaj. Pra, kjo trup
që ishte krenaria, Është pensionuar. krenaria e qytetit, një pjesë e rëndësishme e identitetit vetë qytetit. Trupa humorit, sot nuk ekziston më. Ose ka me të ndoren e rasis, hajt, në thënë të ta bëjmë një qfaqe më horë. Është një qfaqe, është gjënia që sa herën ne vem qfaqe, ku është i përfshim humori, do më hanë qfaqe tona vazhdojnë me 10 ditë. Jo një natë, 2 natë, 3 Shumë e natë, vërtet. por ne kemi arrit edhe rekorde deri në 36 herë rresht në qfaqe. Ndërsa kur vehet një dramë, e thëmë, jo për fajin e kujt, ta thash, është vetë gjinien që po plaket, se më hanë, forma komunikimit me spektatorin që ve, qfaqet një natë, dhe nata dytë përfundon me 20 bileta të shitën. Është problem, në fundit jemi edhe në ekonomi të tregut. Diçka, sigurisht shteti do ta marrë artin me humje, por diçka edhe duhet nxjerrim. Duhet nxjerrim, ashtu është. Më keni inspiruar shumë nga kjo bisede drejt për drejt në mik. Jo vetëm me kujtime, mirënjohje, me rrugtimin tuaj, por edhe me mënyrën se si drejt për drejt ballafaqoheni me një mendim shumë profesional që ju keni. Një specialist i mirë i skenës mund të ketë një ndjeshmëri kaq të madhe, jo vetëm artistike, por edhe qytetare. Në mik, shumë shpejt do të keni një aktivitet tjetër me orkestrën, me këngët, sepse për hir të së vërtetës orkestra e teatrit Migjeni është shumë aktive. Po. Është reparti më, nuk dua të jap vlerësimin a priori, po në gjykimin tim është një repart shumë aktiv i teatrit. Mund të jetë një qfaqe për ditën e luleve, nuk e di mirë këtë, por qysh tani kanë fillojnë përgatitet për festivalin lulebor, që është një aktivitet madhor, nga më madhor që i bën qyteti dhe nga më të vlefshmit. Është shërbimi më i mirë që i bahet këngës qytetare shkodrane. Dhe për këtë nuk mund ta mohojmë meritën e ka kryetare e bashkisë, e cila e inicioi rifillimin e këtij aktiviteti. Dhe që i rinisur nga vitet e hershme, tashmë mori rrugën e institucionalizimit, të çdo viti kemi një lulebor të re. Po. Është një aktivitet, a thash, mjaft i rëndësishëm, por që ka prurje jashtëzakonisht mirë, por fatkeqësisht e shoh puna që i bëhet mas festivalit është shumë e vakt. Pra reklamimi i këtyre këngëve. Unë nuk i njeh kërkon. Ka shumë njerëz për i mend janë futur në rrjetet sociale. Të lutem Nino, pas kësaj bisede mund të vendosim këngën ose të Rezarta Smajës ose të Myfaret Lazës, këngës shkodrane që ka fituar një vit më herët çmimin e parë. Do ta dëgjojmë tani. Është një vrejtje me shumë vend, ne në radio duhet i transmetojmë akoma më shumë, megjithse e kishim pak problem në fillim me të drejtën e autorit, me të drejtën e televizive etj. Kemi arritur, kolegja jon Blerta Cina ka arritur t'i marrë dhe t'i sjell për spektatorin. Po e vendos këngën e Myfaretit e Rezartës Smaja, po që ishte fundit. Në mik. Kemi mbaruar? Kemi mbaruar, por ju e keni fjalën, ende nuk kemi mbaruar. Po marremi një vrejtje, pra. Pa tjetër. Nuk është vrejtje vetëm për ty, por është për në shumë gazetare, kështu kur i intervistojnë, kështu, unë të falenderoj shumë për komplimentat, por të thënë drejtën, kisha dash shumë më pak komplimenta, që nuk jam aq sa thoni ju. Edhe sikur këtu të na është një tendencë i madh filan, i madh këtë tant mëllaj. Tant mëllaj, Shqipnia për ditë më e vogël. Është një kontradikt. Sa ashtu, megjithatë, unë mendoj unë falenderoj shumë për komplimentin. Unë mendoj që nuk dua t'i heq as pak ati vlerësimi tim, sepse të jesh mjeshtër në pozicionin tënd është një
një cilësi e juaja dhe vetëm e juaja. Pastaj për Shqipërinë ti e din merren të tjerë, ne bëjmë ato, ne jemi ato gurë të vegjël të përditshëm që punojmë çdo ditë. Të uroj jetë të gjatë, suksese, qofshi nderuar. Faleminderit. Dhe ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Besoj se shpreh edhe mendimin e dëgjuesve. Faleminderit. Faleminderit ju.